Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet gjithmonë dhe për herë i takojnë Allahut Azza wa Jall. Ai është meritor për falënderim, ai është meritor për lavdërim, ai është meritor dhe i vetmi meritor për adhurim. Paqja dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të bekuar dhe të pastër dhe mbi shokët e tij të sinqertë dhe besnik të cilët e pasuan ndjekën dhe ecën sipas rrugës së tij derisa deshti Allahu Azza wa Jall që të përfundon në gjenerata e ardhmë. Por Allahu subhanahu wa ta'ala me sjelljen e gjeneratës së shokëve, sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si mostër dhe yrnak për neve, në i dha dhe neve mundësinë e lidhjes me ta dhe lidhjes për litarin e tëre, pasi që në i sjellja ata si shembulltyr tonën. Dhe ne sot jemi në takim me njërin nga këta personalitete shumë të larta. Njërin nga njerëzit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai vet mburrej me te. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet mburrej me këtë person për të cilin ne jemi prag të folurit për jetën e tij. Ky person për të cilin do të flasim me lejen e Allahut Azza wa Jall është ai person që sahabët e kanë shpreh islamin e tyre haptazi dhe kanë një krenari me islamin nga momenti që kjo ka thonë fjalën la ilaha illallah. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka ngrit dinin dhe e ka ngrit dini atë krenarin që e ka realisht vetëm në momentin kur ky person është bërë musliman. E ky është Umar ibn al-Khattab al-Adawi radiyallahu anhu wa ardah. Omeri biri Khattabit nga fisi Adawi, Qurashi, i cili takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tek gjyshi i pestë apo i gjashtë. Vëllezër dashur, për me fol ashtu siç duhet për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na fillimisht duhet me njoft vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që veç shoqëria e tij kanë arrit këtë drejtë të lartë, e lërë më ai. Për këtë shkak deg e njohjes, tharra, i thonë deg e njohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është njohja e shokëve të tij. Ne jemi duke mësu jetën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe jetën e Omerit radhiyallahu anhu që këta të na shërbejnë si mostër e atij që Allahu Azza wa Jalla ka dërguar si mëshirë për botrat dhe ka dërguar si yrnak të përsosur për njerëzimin. Për këtë shkak të mësuarit për jetën e sahabëve dhe në kryetën e Abu Bekrit dhe Omerit dhe të tjerëve nga sahabët e mëdhej është që neve të na njoftoj praktikisht me jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ne e dim që të gjithë se në varret tona nuk do të pyetemi për Abu Bekrin dhe Omerin, por do të pyetemi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Por nuk ka mundësi dikush ta besoj, ta njeh dhe ta pasoj Muhamedin sallallahu alaihi wasallam e t'ia anashkaloj shokët e tij. Nuk ka mundësi që të ndodhë. Për këtë shkak ne krahas mësimit për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mësojmë për jetën e këtyre burrave që të mishrohet edhe dia, edhe praktika për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak të nderuar vëllezër, ne kemi fillu që të flasim për jetën e Omerit radhiyallahu anhu. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall veç do të njoftohemi në vija të zgjatëra apo në vija të përgjithshme për jetën e këtij burri që pastaj do të detajohemi në jetën e tij. Omeri radhiyallahu anhu është ai person që për cilësitë e tij ka folur shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë shënu libra të cilat i kanë përmbledh veç vlerat e tij, Mahdus Sawab fi Fadaili Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab, libër 5 vëllimshë. Domethënë vlerat e Omerit veç i kanë mbledh me një vend, një prej autorëve. Do të thotë vlerat e tij, mirësitë e tij, hadithe që flasin për te dhe kështu me radhë janë të shumta sa që janë shënu libra sa i përket shkopit që ka përdorur Omeri radhiyallahu anhu. Lëre më për çështjet më të mëdha të jetës së tij, për shkak se ka qenë ai i cili më së miri ka zbërthyer në praktik Kur'anin dhe Sunetin pas
para arzëve të tij që kanë qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhum. Kemi me fol me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala për atë person i cili ka madhuru kufit e Allahut azza wa jall, saqë kur ju ka thonë ja ibn al-Khattab ittaqillah, o biri Khattabit ki frikë Allahun azza wa jall, është ndalë saqë i ka ra edhe shkupi për durës, vetëm kur ju ka kujtu frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të flasim për atë person i cili ka qenë në gjendje kome, po thom në gjendje që e ka hub vetdijen për shkak të therrjes dhe gjaku që i ka rridh nga trupi i tij, kur i ka thonë ja amirul mu'minin as-sala as-sala, o prisi besimtarve, namazi në atë gjendje që e ka mbulu trupin e tij gjaku, se e ka një namazi i ka hop syt dhe ka thonë la hadha fil islam liman taraka as-sala, s'ka hise në islam ai që s'ka namaz, edhe është ngrin çat gjendje ke trupi gjak dhe ka fal namazin e sabahut. Kemi me folë për atë person që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dëshiru me të regu vërtetësinë e diçkaje, ka thonë unë e besoj këte, e beson edhe Abu Bekri edhe Omeri, dëshmitar për çështjet të cilat ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të besohen, e ka pasur Abu Bekrin dhe Omerin, pa marrë parasysh a kanë qenë aty apo s'kanë qenë aty. Na e dim se për me dëshmu për saksinë e diçkaje, në shariati ka kërku 2 dëshmitar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rrallëherë kur ka tregu diçka nga gajbi, diçka nga fshehta, diçka nga çështjet të cilat janë ndoshta të vështira që të kuptohen dhe të perceptohen me logjik, por janë çështje të besimit, janë çështje hak apo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana uminu bidhalika wa Abu Bakr wa Umar, unë besoj këtë, por e beson edhe Abu Bekri dhe Omeri, i ka sjell Abu Bekrin dhe Omerin si dëshmitar që kjo çështje është çështje e kryer. Për këtë jemi duke filluar që të flasim. Jemi duke filluar që të flasim për një njeri i cili thot për te, djali i tij Abdullahu, lam yamut Umar ibn al-Khattab hatta sama ad-dahr. Biri Khattabit Omeri s'ka vdek ndryshe vetëm se kur e pat arrit që ta agjeroj çdo ditë. Ka agjeru siyam ad-dahr. Djali i tij e tregon, jo me agjeru një ditë edhe një ditë, po ka agjeru vetëm ditët e ndaluara i ka prish, për ndryshe gjithë ka agjeru. Jemi duke folë për njeri i cili çështjet e madhërimit të fesë, çështjet të cilat janë thelbi, se feja jonë është feja e madhërimit. Feja jonë është feja që duhet ndet madhrohet Allahut, madhrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur dikush një pyetje ka parashtruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cilën s'ka pas edukatën e mjaftueshme të madhërimit të pozitës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi, faktikisht ka thonë Omeri radhiyallahu an, da'ni adrib unuqa hadha, lem t'ja hiki kokën këtij, s'po din as me pyet. Do të thot madhërimi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madhërimi ndaj fesë ka pas çaq nalt sa që dikush kur pyetjen s'ka ditë me formulu, te Omeri ka qenë katastrofale kjo. Mjeresht ajetet kuranore ditë sot si madhrojnë. Mjeresht fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetet e tij që i ka vazhduar gjithë njerëzit ditë sot si madhrojnë. Mjeresht Allahun s'pe madhrojnë. Mjeresht Allahun azza wa jall ditë sot musliman që po i thojnë vetet ata si të madhru. Mos them që kjo smundje ka kaluar te ata që bin sejdë. Madhrimi Allahut azza wa jall ka rrapë i zemrave tona. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Allahu azza wa jall ka çortu njerëzit. Ka thonë çka keni më kështu? Ma lakum, me përkthyer bukfalisht, çka puna me juve? Ma lakum, pse s'po e madhrani Allahun azza wa jall? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Pse nuk po e madhrani Allahun azza wa jall? Ai njeri që ka në zemrën e tij madhrim ndaj Allahut azza wa jall, nuk ka mundësi që kaq let mi shkel haramet. Nuk ka mundësi kaq let mi anashkalu farzet. Nuk ka mundësi kaq i lehtë me qenë shikimi i Allahut mbi te e kë të bë punë të këqija. Nuk ka mundësi aq i lehtë me qenë dëgjimi i Allahut azza wa jall ndaj tij e kë me fol dhe me vepru. Nuk ka mundësi për një zemrë që ka madhrim ndaj Allahut azza wa jall me dal hasedi që prej ati hasedi ka mundësi kodra të ishin zhduk, qaq haset të madh ka ndaj muslimanve, qaq ka mendim të keq ndaj muslimanve, nuk ka mundësi për kësaj zemre me buru këto sana. Krejt problemi është na ka humb madhrimi ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Omeri radhiyallahu anhu është shembull praktik se qysh madhrohet Allahu azza wa jall, dhe shembull praktik se kur e sheh një njeri i cili ka madhrim ndaj Allahut azza wa jall, në momentin kur është hidhrimi i tij në kulm, kur skuqet fytyra e tij krejtësisht, i thu ki frikë Allahun,
edhe krejtësisht qetësohet dhe ndrron gjendjen njeri, për shkak se e ke përmend një të madh shumë. E ke përmend Allahun azza wa jall. E dikujt i thu ki frikë Allahun, e dikujt i thu mos Allah ka ndalu, e dikujt i thu Allahu azza wa jall ka çortu, e dikujt i thu Allahu ka mallku. Edhe ati duket sigurisht mi thon dikush të ka livdu ose çka që është e marr let çështjen e Allahut azza wa jall dhe të hidhrimit të tij. E Omeri radhiyallahu anhu wa arda ishte ai që madhërimin e Allahut azza wa jall kishte në zemër aq lart saqë shokët e tij transmeton Eslemi dhe Ahnaf ibn Qais dhe të tjerët, shokët e tij edhe e kishin testu këtë. I kishin thënë punëtorëve të Omerit. Ai një duke hek për i varashtësisë të Omerit, thot po kur si jemi në hak, thot ndërsa kur jemi në hak mjafton më i vogël jon mi thon ki friko biri Khattabit. E Omeri radhiyallahu anhu me hesht. Sepse çështja e tij nuk ka qenë intisar li nefs, me ndihmu, me ngrit nefsin e tij, por ka qenë xhelozi për Allahun dhe për fenë e tij dhe për kufit e tij. Në momentin që është pasë s'është haku ka Omeri, në një mesele për meseleve shumë dytësore për thëmë kushtimisht, Omeri radhiyallahu anhu ka ditë me atë hapin mrapa dhe me kërku falje dhe me thonë krejt njerëzit po dinë më mirë se sa ti Omer dhe me thonë Ebul Hasenit Aliut radhiyallahu anhu kështu shkatru po mos ishe ti o Ali radhiyallahu anhu dinte edhe ku me bu hapin mrapa dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte tregu për të se po të kish dikush pas meje që ka mu bu pejgamber kishe me qente. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam لو كان نبي بعدي لكان ابن الخطاب. Po të kish pejgamber pas meje kish me qenë Omeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot po të kish pejgamber pas meje kish me qenë Omeri. Allahu azza wa jall e përzgjedh se kon e zgjedh ose e veçon me pejgamberi. Thot Allah azza wa jall Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allahu e din se ku e vendos pejgamberin e tij. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ky ajet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili flet me Hamende ka thon po të kish pejgamber pas me kish me qenë Omeri radhiyallahu anhu me kallzu që ky njeri kur këshyr me firase, këshyr me dritën e Allahu subhanahu wa taala. Sa që kena më përmend një ngjarje më interesante, inshallah kur t'i vije koha, nga jeta e Omerit radhiyallahu anhu, i cili në khilafetin e tij një njeri duke ecë ka thonë ky njeri ka qenë sihirbaz kur ka qenë në xahiliet. Edhe ka qenë çashtu sihirbaz. Edhe pastaj e ka ftu dhe ka kallzu ngjarjen çysh ka bërë sihir para se u bë musliman. Tani Omeri ka kallzu ngjarje tina që i ka ndodhur atij. Këtë ngjarje që i ka ndodhur Omerit radhiyallahu anhu, u kallzoi në çdash. Transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, Omeri radhiyallahu anhu thot isha në kohë të rinis. Isha duke flajt në qabe mes idhujve. Dhe më erdhi një gjendje që isha mes ati fjet dhe ati të zgjuarit. Do më thonë, as nuk isha flajt krejt, as nuk isha kthjellët krejt. Mes dyjave. Tha dhe ndëgjova dikon duke thirr. Ja Gjelil, ja Nejih. O Nejih, ka ndodh ose është duke ndodh një ngjarje shumë e madhe. Rajulun fasih yad'u li la ilaha illa Allah. Një njeri që flet bukur ka me thirr tek fjala la ilaha illa Allah. Thot jom qu edhe nuk kom ditë se qëfar mesazhe ka kjo. Rini tina. Hadithin e shënon Buhariu në Sahih dhe në Mustakhraj të Ismailit është transmetimi i zgjerumit i tij. Omeri radhiyallahu anhu në rini e ka ndëgjuar një zo, i cili zo ka qenë me prejardhjet e gjendve. Ata kanë qenë duke komunikuar me zvete. Dhe Allahu azza wa jall ja ka hap të dëgjuarit e Omerit ndaj zërave të tëne që është të ardhë të ndodhë një punë e madhe, se ne e dim që para zbritjes së Iqra, para dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e gjinët hypnin deri në qiell të dunjas dhe yastariqun as-sam', vjedhnin disa fjalë, apo edhe pastaj e zbritin tokë. Ngjarja e njohur që dhe Kurani aludon në të, apo ata e kanë dëgjuar që është u bogati që Allahu azza wa jall të zbret shpallin e tij mbi një njeri i cili ka me thirr la ilaha illallah, i cili është fasih, flet mirë. Omeri i ri hala,
para se mu dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pak vite. E që Omeri ka qenë 12 vite e gjysmë më i ri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e ndëgjon këtë dhe po ngritet dhe thot, çfarë mesazhi ka kjo? Omeri radiallahu anhu pasi që ndëgjej se erdhi dikush të tha la ilaha illallah, nuk u bë musliman derisa ai u bend se që jo la ilaha illallah që ka me shpëtuat edhe njerëzimin është dërgu me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kome përmen në gjarën e ti më gjërësisht që ka pranu islamin. Por me rëndësi është që Allahu azza wa jall prej heret e ka përgadit, e ka gatu këtë njeri, i cili ka pas kaq qiltërsi, këthjelësi në kuptimin dhe në mendimin e ti, sa që Allahu azza wa jall e ka mundësu me ndëgju disa gjëra që nuk ndëgjohen. Me ndëgju edhe disa gjëra që nuk ndëgjohen. E për këtë nuk e rastishme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për ta, "Law kana nabiyyun ba'di lakana Omar." Po të kish pejgamber pas meje, kish me qenë Omeri radiallahu anhu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë person për të cilin do të flasim me lejen Allah azza wa jall. Inna Allaha ajra al-haqqa ala lisani Omar wa qalbih. Allahu azza wa jall ka vendos hakun në zemrën e Omerit dhe në gjuhën e tij. Allahu e ka vendos hakun në zemrën e Omerit dhe në gjuhën e tij. Para mendone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili nuk flet nga hamendja, flet vetëm me shpallje, po thot se gjuha e Omerit çka shqipton dhe zemra e tij çka beson, që kjo është haku që Allahu azza wa jalla e ka përcaktu. Dhe Omeri njihet sahib al-muwafaqat. Çka është sahib al-muwafaqat? Ai i cili ka fol dhe ja ka qëllu shpallës që ka me zbrit. Ai që e ka marrë një vendim dhe ka zbrit shpallja në përkrahje të vendimit ti. Ai i cili ka mundësi dhe ka kundërshtu Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shpallja ka zbrit me përkrahjen e vendimit të Omerit sikurse në Bedr. Do të thot Omeri radiallahu anhu ja ka parapri shpalljes në 4, 5, 6 raste që kena me përmend. Edhe shpallja pas ti ka ardhë në mendimin e ti, as njëherë s'është mburë me thonë, unë ja qëllova, po ka thonë, Allahu deshti që mendimi jemi u përputh me shpalljen. Jo shpallja u përputh me mendimin tem. Tha po Allahu deshti që mendimi im u përputh me shpalljen. Nga modestia e ti dhe nuk mburrej, por e falenderon të Allah në Zogjeli cila e ka mojt në këtë pikë të qiltërsisë, sinceritetit dhe pastërtisë së zemrës, sa që ja ka qëllu para se me zbri shpallja. Kjo vëllazëni nëse aludon në diçka, aludon në fitran e pastërt të tij, në natyrshmërinë e pastërt të tij. Natyrshmëria të dashur vëllazër është baza, apo fitrat Allahi allati fatara an-nas alayha. Thot Allah azza wa jall, natyrshmëria, fitra është ajo që Allah azza wa jall njerëzit i ka krijuar te. Në natyrshmëri të pastër, natyrshëm e njeh të keqen dhe distancohet prej saj, dhe natyrshëm e njeh të mirën dhe e don atë. Që kjo është natyrshmëria që Allah azza wa jall ka krijuar njerëzën te. Që kjo natyrshmëri është u luftu dita ditës. Në çdo formë e ne duhet të mundu me rujt, sepse natyrshmëria ta mundson ty në mesin e krejt errësirave me pasë është një derë e bardhë që të çon drejt lumturisë, edhe nëse munduhen që me ta pështjella dera, po. E natyrshmëria është shumë e rëndësishme që me rujt, e Omeri radhiyallahu an këtë natyrshmëri të pastër që e kish në mesin e krejt këshijave ja çellonte të mirës dhe folte diçka dhe zbrit të shpallje në përputhje me atë që thonte Omeri radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër duke tregu për vlerat e Omerit radhiyallahu an, e që sa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për vlerat e Omerit. Sa herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka tregu shokëve të tij për Omerin radhiyallahu anhu, për shokun e tij që ka pas në krah të majt. Ebu Bekrin krah djathtë dhe Omerin në krah të majt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë po thot: "Laqad kana fima qablakum min al-umam muhaddathun." Ka qenë tradita e Allahut azza wa jall tek ummetet e mëhershme që ka dërguar njerëz me inspirime, njerëz që s'kan pas shpallje, po kanë pas inspirim nga ana e Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa in yaku fi ummati fa Umar ibn al-Khattab." Në ummetin tim nëse është dikush i tillë, është Omeri. Nëse në ummetin tim është dikush i tillë që i vije frymëzimi, pa i zbrit shpallja,
Më thënë, komunikon Allahu Azza wa Jall me zemrën e tij pa ja dërguar melekun. Ç'kjo frymëzimi, apo Allahu Azza wa Jall ja zbret kuptimet e caktuara në zemrën e tij pa i zbrit meleku me shpallje. Nëse ka në umetin tëm dikush, ai është veç Omeri radhiyallahu anhu, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu për vlerën e tij të madhe. Kjo është vlerë e madhe, ku jesin kerametet krahasim me këtë privilegj të madh të Omerit radhiyallahu anhu që e ka marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë po i përmendi kalim thi këtu hadithe që ndoshta edhe një herë kena ju kthy këtyne, po i përmendi vetëm që ta kuptojmë se për kën kemi me fol. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: "Ihin ibn al-Khattab." E more biri Khattabit. "Ma salakta fajjan illa wa salaka ash-shaytanu fajjan ghayra fajjik." E ho biri Khattabit, si të heshti me një rrugic, shejtani ik pe asaj hinë një rrugic tjetër. Mi ka thënë që ti o biri Khattabit e zgjedh një rrugë, shejtani ik pe asaj rruge. S'ka mundësi mu ballafaqoaj me të. Për shkak se ky e përzgjedh rrugën me nurin e Allahut Azza wa Jall. E përzgjedh rrugën në të cilën është kënaqësia e Allahut Azza wa Jall. E përzgjedh rrugën duke pas vazhdimisht konsiderat adhurimin dhe nënshtrimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk përzgjedh rrugë për shkaqe të tjera. Pos këtyre, atëherë Allahu Azza wa Jall e largon armisht, nuk i dal as iblisi as shejtani, nuk ka mundësi që ti dal në rrugën e tij. Omeri radhiyallahu an është ai që ka bën ndryshimet më të mëdha në historinë islame. Është i pari që ka vendos kalendar, i pari që ka vendos vit kalendarik hijri, i pari që ka marrë shënime për çdo ushtar, i pari që ka marrë llogari se kush çka është duke vepruar, i pari që ka vendos, po them, kushtimisht ato regjistrat e tatimeve, i pari që ka përcaktu paga për ushtarët, i pari që ka përcaktu paga për foshnjët e lindura, ai i pari i cili ka përcaktu grave të veja me pas hise mujore në bankën shtetërore, po them në Beitul Mal, në atë shtëpinë e pasurisë së muslimanëve. Dhe Omeri ka shumë senet të cilat janë aulawiyat Omar radhiyallahu anhu as-siyasiyya, gjërat e para që i ka fut në praktik në shtetin islam. Omeri radhiyallahu anhu, këto janë krejt në përputhje me udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mori shpalljen e tash e la që ta zbatojnë dhe ta zbërthejnë ummeti i tij në hijen e mësimeve që ai ja kishte mësuar dhe kishte lënë në to. Omeri radhiyallahu anhu është ai person që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lam ara abqariyan", nuk kam pa njeri gjeni sikur sa Omeri. Abqari, përkthimi më i afërt i saj është diçka që i kalon për masat e njerëzve të rëndëm. Është shumë lart prej tyre. E Omeri radhiyallahu an ishte ai që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lam ara abqariyan", nuk kam pa njeri gjeni sikurse Omeri radhiyallahu an. Dhe në këtë hadith aludoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se hajri i tij dhe përhapja e islamit në kohën e tij do të arrijë lindjen dhe perëndimin. Edhe ashtu kishte ndodhur. Omeri radhiyallahu an ishte njëri që kishte hejbe shumë të rëndë, kishte hije të rëndë. Njerëzit transmetonin Imam Buhari dhe Muslimi nga Ibn Abbasi radhiyallahu an. Ibn Abbasi radhiyallahu an që kishte një hije të afërsisë me Omerin. Edhe ishte i afër dhe i dashur tek Omeri. Dhe në kohën e khilafetit të Omerit tash ishte burr i pjekur Ibn Abbasi radhiyallahu an. Thot tek Buhariu dhe Muslimi, thot një vjet e kom bogati. Një pyetje mja parashtru Omerit, thot lem astati' su'alahu haybatan min. Një vjet së nja kom bëqat pyetje prej hejbës. Sa herë do isha mja bëhat pyetje, o afre isha mrëke një fallej tute, një fallej stri, së më isha mja bëhat deri sa mas një vjet e thot në dhëtim të haqit, mujta mja parashtru një pyetje. Ky person i cili kishte kaq hejbe, nuk e kishte hejbën vetëm për shkak se e madhërante Allah Azza wa Jall, dhe Allah Azza wa Jall fotte në zemrën e njerëzve madhërim karshi ti. Për ndryshe Omeri radhiyallahu anhu ishte njëri thjesht që rrobën e tij kishte përplot harna, 17 harna kishte në rrobën e tij, s'kishte roje, nuk hipte as në kali në shumicën e rasteve, një bagle kishte, një mushkë kishte që ato e përdorte sa që kom ti preknin në tokë kur hipte në mushkë, sepse ishte njeri i gjatë, flente në hijen e një pemë, nuk kish shtrat dhe nuk kish
protokoll. Ama Allahu Azza wa Jall kur don dikon e ngrit, pa kur gjë hiç ata e bën udhëheqës, pa kur gjë hiç ata e bën njëri dashur dhe të madhruar dhe të ngritun, e ata që i kanë krejt, kur Allahu nuk e jep këtë madhërim, s'kan mundësi me marr, sepse ajo që është tek Allahu Azza wa Jall nuk mirret me dhunë, ajo arrihet përmes nënshtrimit ndaj Allahu subhanahu wa taala. Omeri i cili krejt njerëzit e njihnin se shumë i vrasht dhe është tip i ron. Omeri radhiyallahu an ishte njëri që nuk ndëgjohej kur lexonte Kur'an nga të qajturit. Omeri radhiyallahu an kur lexonte surën Jusuf, e që transmetohet me hadithe të shumta, me transmetime të shumta se Omeri shumë e donte surën Jusuf dhe lexonte shumë shpesh surën Jusuf. Kur lexonte surën Jusuf në sabah, nuk e krynte namazin, veçse e krynte edhe surën Jusuf në namaz. Ka njerë e këndonte surën Jusuf dhe këndonte surën Ra'd pasaj, dyjat në namaz sabah. Kur arrinte te fjala Allah Azza wa Jall, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, unë e shprehi keqardhjen, piklimin dhe ankohem veç tek Allahu Azza wa Jall, thot safat e mramt e ninin vajtimin e tij, jo safat e parë. Safat e mramt e ninin vajtimin e Omerit radhiyallahu an, dhe thuhet çat ditë që e kanë thirr dhe i kanë bua atentat e kënë të lezu surën Jusuf. Qatë ditë që e kanë thirr dhe i kanë bua atentat namaz sabat, u kënë duke këndu surën Jusuf. Omeri radhiyallahu anhu i vrasht ku është vendi më kënë i vrasht, ndërsa i but ku është vendi me qenë i but. Omeri radhiyallahu anhu ishte ai person që la një trashëgimi shumë të madhe, si të dijes, si të veprave të mira, si të punëve që ai i filloi dhe vazhdon që t'i rrjedh sevapi deri tash deri në ditën e gjykimit. Omeri ishte ai që tha: "Mata ista'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Për kur e keni drejtën që mi robëru njerëzit që nanat e tyre i kanë lind të lirë. Për kur keni drejt mi konsideru njerëz të lirë si rob dhe musil me ta sikur se musil me një sklav me një njeri, kush do qoftë ai e ka nderimin e vet, e ka atë hakun e vet sjelljes. Për këtë shkak e kishte Omeri radhiyallahu anhu parem respektimin e tjetrit, pa marr parasysh kush është, e respekton të tjetrin, pa marr parasysh kush është, për shkak se nuk ka hak Ibn al-Khattabi më shumë se dikush tjetër. Por kur vjen te çështja e zullumit, kur vjen te çështja mja hongër dikujt hakun dhe mja mojt dikujt tjetër hakun, thashte Omeri radhiyallahu anhu: Allahumma in kunta ta'lam anni ubali idha qa'ada al-khasman bayna yadayya ala man kana al-haq min qaribin aw ba'id fala tumhilni tarfat 'ayn. Thashte: o Zoti jam, kur vinë mu gjyku para meje dy të hasmu, dy palë, thot nëse e sheh në zemrën teme që për shkak të afërsisë, dashurisë ndaj njëunit, zemra ashtu më anu pak ka aj, o Zot mos më le gjallë asaj hapi dhe i mbylli sy. Tek kur vjen te çështja e hakut, çështja e zbatimit të ligjit të Allahut Azza wa Jall, çështja e gjykimit me drejtësi, ju mos më zbatuate, po nëse, a thonte, o Zot, nëse në zemrën tem ka veç pak anim se këtë e një, këtë se një, kjo është djali jeme, kjo është ma i largt, kjo është shoki jeme, nëse veç që ka shkon në zemrën tem, diçka, o Zot, merr ma shpirtin që tash, as syt mos më lemi, mi mbyll, por shkak se drejtësia, el adl, drejtësia është motiv për motive kryesore, sepse zaten humbja drejtësisë e ka sjell shirkun. Humbja drejtësisë ka sjell nifakun, humbja drejtësisë ka sjell kofrin, humbja drejtësisë ka sjell bidatin, humbja drejtësisë ka sjell zullumin dhe krejt këqija. Në momentin që mbahet drejtësia, apo innal ladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, Allah ka thonë, ata që kanë bë kufër kanë ngrit dikën dhe kanë bë të barabartë me Allahun Azza wa Jall. Çdo devijimi tonë, sepse drejtësia është Allahu muadhuru, kur dikujt janë mundu, kur dikon janë mundu me ngrit deri te Allahu Azza wa Jall, që do kanë rënë zullum. Kufri dhe shirku dhe të tjerat burojnë për shkak të humbjes së drejtësisë
Në momentin që ka drejtësi, nuk ka zullëm, nuk ka shirk, kufër, bidat dhe të tjera. Bidati, kufri dhe shirku, atë janë këtë një familje, apo një familje. Në momentin që bëhet zullëm, kena rënë njerën nga tu. E Omeri radhiyallahu anh ishte ai që drejtësinë e kishte motiv të jetës tij. Dhe çdo kohë djali i tij me qenë që ka shumë raste me djemtë të tij, ai nuk e kishte, apo transmetohet se Abdullahu një herë e ke lëshuar një devet vetën me kullot me devet e zeqatit. Dhe Omeri i merrte në llogari shumë ata punëtorët e vet, kujdestarët e vet. I tha, këtu devet që i tu i kullu janë krejt zeqatit, apo tha po biri i Khattabit, po ja Amir el-Mu'minin, veç njona është deve djalit tën. Deve djalit tën tha i ka lëshu edhe ai çtu me kullut, ku bari më i mirë. Edhe thiri djalin e vet, Abdullahun, pran ti dirra e tina, shkupi i tina. Dhe i tha, e ki fut këtu që ata me të pas në konsiderat se je djali jam, e ku është bari më i mirë ku shkojnë me kullot devet e zeqatit, edhe devja jote me kullot, a? Ajo deve pejsotit nuk është e jotja. Kena me të hep me zavënsumus, me të bozullom as ty, kena me të hep një deve tjetër e cila kur nuk ka dalë kullosa, që ka net mrena. Ta një mera ti kësho ka dush dhe të kullot. Pse veç për shkak drejtësisë, jo për shkak diçkave tjetra, po për shkak drejtësisë që është urdhru ai, po është urdhru edhe këtë njerëzime me mbajt. Për këtë Omeri radhiyallahu anh keni me pa vllazni që në jetën e tij drejtësinë e ka pas, çush ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa idha qultum fa'dilu, kur do flitni falen të drejtën, apo thot Allah azza wa jall, kur dëshmoni drejt qoftë edhe nëse kundër juve dhe kundër të afërmve. Kemi pas se Omeri radhiyallahu anh kët nuk e ka thyer kurrë në jetën e tij. Kur njët në tij se ka thyë që është një drejtësisë që mja majt krahën dikuj tjetër, sa që ka bu dua, o Zot, nëse vren zemrën tem, që jem të dasht me anu ka dikush, veç zemra, jo hukme jashtë mja, po, se ka mundë si vinë dë vetë me gjyku të njën nga një, ki qef që nështë ta del kë i drejt, adin, ki qef që nështë ta kë është i pafajshëm, që mja majt krahën i farfor me këti, edhe nëse dele kundër të aty apet gjykon, që është duhet ama as që të më thot, o Zot mos malen zemrën tem. Nuk kom qef që zemrën tem pas diçka njull që une e kom si anim, këto mas jenë ja, para gjykimit me ligjin Allah të zogjel, krejt janë të drejt. Për këtë Omeri radhiyallahu anh në fjalimin e tij të parë kishte thënë se kushdo që bën zullum, nuk ka mundësi me te i kalu Omerin. Ka mu marr haku prej ti, deri sa kam i raftyra në tokë, zhagazi, po nëse unë i bëj dikujt pa drejtësi, në çfarë do forme, Omeri radhiyallahu anh është i gatshëm ftyrën me qitë në tokë, edhe koma e kret njerëzve me shkelën ftyrën e tij, edhe me kërku falje nëse i ka muhi dikujt në hak, por hejhate Omeri radhiyallahu anh në hi dikujt në hak. Në kohën kur Omeri radhiyallahu anh ishte udhëheqës, që ishte 10 vite e gjysmë, ndodhi që më pas shumë ngjarje dhe shumë lufta dhe shumë të rënditje të mëdha që i patën godit musliman. Një prej tyre ka qenë një taun, një murtaje fuqishme dhe s'ka pasur ushqim në Medinë. Dhe Omeri radhiyallahu anh s'ka hangër çati viti kur gjë nga ushqimi përveç vaj që kanë gjy bukën te. Dhe i ka thonë disa ja Amir el-Mu'minin, ti ki disa të ardhurat tuat, apo pse nuk han prej tëna dhe nuk pim prej tëna. Tha, le të bë zhurmë se transmetohet që njihej nga barku i tij zhurmë prej zorrëve. Tha, e vendosi dorën dhe tha, qarqir, sot dush bën zhurmë, apo thot se nuk ka me hangër Omeri dhe s'ka me qitë në barkun e tij kur gjë, për derisa nuk ka qasi ushqime për këtë musliman. E ti ndash bën zhurmë, ndash mos bën zhurmë. Derisa nuk u ngrit ajo murtaj dhe ajo varfëri që i kish godit musliman, e që të kthehet gjendje normale që të hajnë krejt nga ushqimet që Allahu azza wa jalla i ka leju Omeri radhiyallahu anh, nuk hante diçka. Nuk hante për shkak të përgjegjësisë që une edhe ta jena të barabart, nuk ka privilegj Omeri ndaj dikujt tjetër radhiyallahu anhum. Për këtë transmetohet që thonte se law mata jamalun fi shati il-Furat le khashitu an yuhasibna Allah azza wa jalla alayh.
thot nëse në Furat atje, në larg në Irak, ka me ngurdh, apo ka me cof, ose ka me vdek një deve, apo transmetim tjetër ka me thy komën për shkak se unë që kam ndresh rrugën tutna që Allahu Azza wa Jalla Omerin ka marrë pyetje, se krejt kjo është në përgjegjësinë tonë. Omeri radhiyallahu an, për shkak se kishte mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, e dinte se Allahu subhanahu wa taala ja mundson robët ti atë që ai pretendon dhe e dëshiron, edhe nëse kushtimisht po them nuk janë krejt sebepet e plotësuara. Për këtë Omeri është shahidi i mihrabit. Shahid el-mihrab është Omeri radhiyallahu an, i cili vdiq shkoi tek Allah Azza wa Jall shahid. Thuhet e boni duan xhuman pasi që përfundoi namazin. Xhuman pasi që kryti namazin prej mimberit deri tek mihrabi, hutbës deri te vend falja, duke zbrit aty tha Allahumma rzuqni ash-shahadata fi sabilik waj'alha fi baladi nabiyik. O Zot, më mundso shahidllëkun në rrugën tonë dhe bëna që ky shahidllëk më godit në Medinë. Pe aty deri aty tu jest 3-4-5 metra dhe ndëgjej dikush. Dhe për shpëritje tha, po te kishe synu shahidllëkun, kishe shku në betejë. Omer radhiyallahu anhu te biru lidh namaz. Nuk më rriti xumaja e dytë, veç se Omeri shkoi tek Allah Azza wa Jall shahid. Aty e boni duan, nuk më rriti xumën e dytë me hyp me majt ligjërat. Allahu Azza wa Jall veç se jam mundsej, e arriti ato që e kish synu. Por Omeri radhiyallahu an, ai është ai i cili pretendonte dhe luste Allah Azza wa Jall nësa punë si kish kërka hiç. Omeri radhiyallahu an thoshte: Wallahi law anna li ittila' al-ard dhahaba. Sikur të kisha posedu krejt toka sa është, krejt me qenë përplot e mbushur me ari. Përplot e mbushur me ari. Pastaj të më thuhet mu, a i flion, a i jep këtu, apo po ki qef veç me pa dënimin Allah dhe pastaj me shpëtu, thot leftedejtuh likej la ara adhabah. Kisha fliu kreti kisha, veç mos të shah dënimin Allah të zogjel. Jo me më godit dënimin ti, veç mos të shah ta. Për këtë transmetohet për i ti që pretendonte dhe thoshte se të kisha qenë një shtaz, një dash, një dele, një diçka, që musliman të më thejren veç mos të përjetoj ditë gjykimi. Veç mos të përjetoj llogari, sepse nga problemet më të mëdha që i kishte Omeri radhiyallahu anhu, po thëmë probleme, ato si janë probleme, po ishte frika nga llogaria. Omeri radhiyallahu anhu friksohej nga llogaria aq shumë sa që nga frika e madhe e llogarisë, çfarë thoshte? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ai thoshte radhiyallahu anhu, edhe padyshim pretendimi i tij, konkluza e tij është saktë 100%. Thoshte llogariteni vetën para se më llogarit, sepse ai që llogarit vetën këtu kam ju lehtësu llogaria atje. Ai që e merr llogari vetën këtu për fjalë, për vepra, për atë që e ka vepru, pse e ka vepru, për atë që se ka vepru, pse se ka vepru, për atë që ka fol, pse ka fol, për atë që ka hesht, pse ka hesht, dhe llogarit krejt veprimtarinë e tij, ka me pas llogarin nesër ditën e gjykimit më të lehtë padyshim. Për këtë e llogariste vetën e tij para dhe pas, ashtu sa që e pat lënë shëmbëltyr pas ti për khulafat që do të vinë, çështjen e vet llogarisë, dhe është më i njohur që kishte thonë hasibuan fusakum qabla an tuhasabu, llogaritën e vetën para se të llogariteni. Ishte njëri që kishte ambicie të mëdha radhiyallahu anhu. Ambiciet e tij nuk kishte mundësi që t'i vendoset kolm atyne. Omeri radhiyallahu anhu kishte ambicie shumë të larta, saqë s'kishte mundësi t'i vendosej ambicieve tina kulm, dhe për këtë ka një transmetim që ka pak dobësi në vetën e tij, se Omeri radhiyallahu anhu është ai person i cili hyn në xhennet i pari nga njerëzit pas Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Hyn në xhennet pas Ebu Bekrit i pari nga njerëzit, po kur më rinde dera e xhennetit, kërkosh nuk ka atë, veç vetë është apo, edhe mendon se është i pari që ka me hyn në xhennet. Ebu Bekri ka të i kalu ati për gjys dite, për 500 vjetë.
Por me rëndësi është që ambicit e tij të larta e kanë thënë që në çdo sër më koni pari dhe mos me lënë diçka që arrihet vetëm se e ka arrit. E Allahu Azza wa Jalla ka mundsuar që me arrit këtë drejtë që më qenë i pari për atyre që hyn xhennet pas Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Ishte i ditur saqë për dijen e tij kanë qenë dëshmitarë dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu. Saqë një herë prej herave shkon një person tek Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe i thot: "Apo më jep diçka nga toka hedije?" Ai Abu Bekri radhiyallahu anhu thot: "Mirë, filan tokën ja çet në emrin e tij." Me një sak, një lloj çekut, një lloj dëshmie. Dhe Omeri radhiyallahu anhu e sheh thot: "Çka është kjo në dorë?" Thot: "Më ka jep Abu Bekri hedije një tokë." E merr dhe ja shkryn. Thot: "Ai njeri nuk mujta mi thon Omerit kur gjë." U ktheva i thash Abu Bekrit: "A anta khalifa am hu?" A ti e khalifa është ai? Tha: "Insha huwa." Ndoshta ai është khalife. Unë jam i gatshëm, si thot ai, unë ja lëshoj më një herë. Deri në këtë drejtë e dinte dhe ishte i besueshëm tek Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe e dinte Abu Bekri se ai nuk ka bu pa drejtë si kur ja ka shkyu. Ai ka ditë diçka shumë më shumë që Omeri, që Abu Bekrit ndoshta s'ju ka duke qartë meselja, e ka ditë për kësha ka shkyu edhe as se ka marrë llogari për shkak se e ka ditë që Omeri nuk merr një veprim dhe një hap till veç se pasi që është i drejtë në veprimin dhe në qëndrimin e tij. Megjithatë, Omeri radhiyallahu anhu ishte min azhadin nas, nga njerëzit më asket të mundshëm, saqë u përmendën që rrobat e tij nuk i dërante, saqë edhe kur pas shku me marr çelsat e Kudsit, Abu Ubejda ja kishte ndru rrobat dhe të kishte marrë një mjet tjetër të udhimit, e aty e tha fjalën e tij të madhe: "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam." Ne jemi një popull. Para sa ja tha një fjalë. Tha: "Me ma paston këtë fjalë dikush tjetër përveç teje o Abu Ubejda. Me ma paston këtë fjalë dikush tjetër përveç teje." Tha: "Na jena një popull që Allah në ka bu krenar me Islam. Në momentin që kërkojmë krenari, pos Islamit kena me qenë në nëshmu. Krenaria ju nuk është me diçka tjetër përveç se me Islam. Krenaria ju nuk është me zbulime, as nuk është me arritje të dynjas, as nuk ka me fitore, nuk ka me asgjë. Krenaria ju është me Islam. Në momentin që na lypim krenari me diçka tjetër, me diçka që ndoshta është edhe e mirë, lemu me diçka të ndalume, nuk ja kena qëllu. Krenaria jonë është me Islam." Për këtë shkak Omeri radhiyallahu anhu e këshurë dhe se krenaria besimtarit është në imanin e tij. Krenaria besimtarit është në nënshtrimin e tij ndaj Allahut Azza wa Jall, në nënshtrimin dhe ndjekjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krenaria e besimtarit është në namazin e tij, në agjerimin e tij, në zbatimin e urdhrave dhe largimin nga ndalesat. Nuk ka krenaria e besimtarit në atë që vesh, në atë që hip, në atë që blen, në atë që shkon shetip, nuk ka aty krenaria. Krenaria e rreme është ajo që ndërlidhet me çështjet e dunjas. Krenaria vërtet është në iman, në zemër. Thot Allah Azza wa Jall: "Qul lillahi al-izzatu jami'a." Thuaj kret krenaria është e Allahu subhanahu wa taala. E kët krenaria Allah Azza wa Jall e shpërndan te kush? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krenaria e takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe krenaria e takon atyre që ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mashtrohen mas dynjas dhe nuk i mashtrohen, nuk i luhat nga parimet e tyre, as të arriturat e as të mirat e as ato dhe as këto të kësaj dynjaje, për shkak se krenaria nuk është në to. Omeri radhiyallahu an ishte urdhërues në të mirë, shumë i fuqishëm, saqë rrallë herë zbrit në kategorinë e dytë të urdhërimit për të mirë. Ku ishte zakonisht ai? Në kategorinë e parë të urdhërimit për të mirë. Cila është kategoria e parë? Me dorë me urdhëru për të mirë. Dhe ishte në kategorinë e parë që me dorë me ndalu nga e keqja. Rrallë herë zbrit edhe te fjala, me urdhëru me fjala dhe me ndalu me fjala. Sepse ata të cilët e kanë imanin më të plotin janë që përveç fjalës e kanë edhe punën. Për këtë shkak ishte amaran bil ma'ruf, nahaan anil munkar, urdhrues për të mirë
në mënyrë shumë të fuqishme dhe ndalues nga e keqja, saqë të ajteve e kesh një hutbe, po them thojza, Omeri radhiyallahu anhu, të ajteve në mbrëmje e kesh një hutbe, para hutbes së xumos. Cila është hutbja e tij? Të ajtën me familjarët e tij, me të afërmit e tij. Nesër kom bon jetë muslimanët mi thonë çështë me punu. Dhe që to se janë më largu, keni kujdes mos pesha dikan që nuk po mi ngan urdhat. Mas pari urdhron të ata që nesër kur i flet muslimanëve, mos më thonë dikush, sa na flet neve, foli familjes tone. Sa na flet neve, foli të afërmve, foli punëtorëve, foli atyre. Ishte që i urdhronte njerëzit pasi që ai vetë dhe familja e tij e ndëgjonin urdhrin. I ndalonte pasi që vetë dhe familja e tij e ndëgjonin ose larguheshin nga ndalesat. Për këtë Omeri radhiyallahu anhu kalon gjurmë shumë të mëdha në historinë islame. Prej kohës së tij radhiyallahu anhu deri më sot, Omeri sillet si shembull i më i përkrym i udhëheqësve të muslimanëve. Sillet si shembull i më i përkrym në politikat që i ka udhëheqë shteti islam. Sillet si shembull i më i përkrym në drejtsinë e tij. Sillet si shembull i më i përkrym në vendosshmërinë e tij për me mbrojt hakun dhe të drejtën e muslimanëve. Dhe sillet si shembull praktik dhe më i mirë dhe më i përkryer dhe më i përsusur për interesimin për gjendjen e muslimanëve. Interesoj për gjendjen e muslimanëve në lindje dhe në perëndim, saqë ai për shkak të ngarkesës së çuçi mi arrit lajmet sa më shpejt që ashtu i ndodh muslimanëve, ish shpikësi i berid, quhet berid, ajo far po them kushtenes posta e shpejt që ka bu mes vendit të tij Medinës dhe Shamit, Irakut dhe vendeve ku kanë pas musliman betejë, ka bu 10 stacione me kuaj të shpejt, apo që kanë vrapu ata sa kanë mujt me vrapu me shpejtësinë tonë maksimume, kanë vrapu për shembull 2 orë. Çdo 2 orë ka bu stacione që mi arrit lajmi sa më shpejt. Edhe ka shpenzuar aty që mu majt kuajt më të mirë dhe mu kujdes për ta që lajmi mi mri mrena ditës. Lajmi që normal 2-3 javë ka marr mrena ditës, saqë në Qadisi ka thonë Saad ibn Abi Waqqasit, nëse nuk e ni unë çdo lajm që është ndodhur atje, mos e merr përgjegjësinë ti më kono dhësh. Për këtë çka Saadi çka ka vepruar në Qadisiye, letrën me e ka nis për tek Omeri, në mbrëmje ka mri Omerit radhiyallahu anhu. Dhe në mbrëmje ka nis Omerin sabaj ka mri Saad ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu. Tani është zbulu edhe az-Zajil, ata zëzht pllumat fluturues që kanë bart letrën edhe më shpejt. Kështu që Omeri radhiyallahu anhu ka qenë shumë i kujdesshëm që çka ndodh në territoret që ai ka në udhëheqësinë e tij, mu kon i informuar hollësisht saqë në namaz i ka ndodhur ai karameti një orë, namaz u koni preokupuar se çka është u bë me muslimanët. Edhe ka po që muslimanët janë pranë një kurthe, ka thonë ja sariyatul jabal, namaz ka fol, ja sariya ila al-jabal, o sariya shkoni ka kudra, dhe kanë shku ka kudra dhe kanë shpëtu nga një kurthe madhe. Mas disa mujve kanë orë, kanë thonë ja Amirul Mu'minin, zoni jot ku mbaj ka atje. Allah azza wa jall e ka marrë dhe e ka qua atje muslimanëve për shkak të angazhimit të madh që ka pas me gjendjen e muslimanëve, se mos pigodet një e keqe nesër. Omerin e marrin melekët në llogari dhe në pyetje para Allahut azza wa jall për gjërat që kanë ndodhur. Për shumë nga këtu që vetëm si shembuj, si Tito i përmenda, me lejnë Allah azza wa jall në takimet tona do të flasim dhe do të munduhemi ato që e kemi thonë tek derset e Abu Bekrit. Të 30 derset e Abu Bekrit e kena thonë të vërtet, hakika, një të vërtet. E qatë të vërtet edhe këto gjithmonë du me pas parasysh. Si jemi duke mësu historinë e Omerit radhiyallahu anhu, se merren një libër e lexon për 2 ditë dhe kryen historinë e tij. Jemi duke dëshiruar me kuptu Islamin përmes Omerit radhiyallahu anhu. Po dëshirojmë me kuptu ku është pozita e akidës përmes Omerit radhiyallahu anhu. Ku është pozita e namazit përmes Omerit radhiyallahu anhu. Ku është pozita e xhihadit përmes Omerit radhiyallahu anhu. Ku është pozita e drejtësisë përmes Omerit radhiyallahu anhu. Do të thotë po dëshirojmë me kuptu Islamin përmes njerit që ka vulet pranuar se ky ka kuptimin e saktë. Apo ky është i saktë, ky ka kuptimin e saktë. Allahu azza wa jall ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam:
wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa mawlah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Ka thonë, nëse ato dy gratë tua nuk pendohen, dije që Allahu është pranë teje dhe ai ka me ndihmu. Dhe pranë teje është Xhibrili dhe besimtarët e mirë. E kanë komentu sahabët, besimtarët e mirë, Abu Bekri dhe Omeri. Allahu i ka thonë se ty mos e bëj gajle. Unë jam me ty, Xhibrili është me ty dhe besimtarët e mirë janë me ty, Abu Bekri dhe Omeri. Pas të në ka ardhë, wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Mas ne i melekët janë duke të ndihmu. Më dhe Abu Bekri dhe Omeri janë para ndihmës së melekëve. Allahu Azza wa Jalla ka ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekri dhe me Omerin para se me ndihmu me melek. Para se marrë melekët me ndihmu, ndihma me Abu Bekrin dhe me Omerin ka qenë më e madhe se sa ndihma me melekët që përmenden në Kur'an. Për këtë shkak ne po dëshirojmë nga ky person me kuptu Islamin dhe me kuptu se çka është privilegj që me praktiku dhe çka është çështje dytësore dhe tretësore që po them kushtimisht me u largu në mënyrë graduale. Allahu Azza wa Jall na i mundsoft kuptimin e fesë së tij në mënyrë të pastër dhe të qeltër dhe praktikimin e saj ashtu siç është i kënaqur prej neve dhe na i boft Abu Bekrin dhe Omerin shëmbulltyrat tonë më të mira dhe më të përsuesura me kaq që përfundoi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.